Përshëndetje, të nderuar qytetar, 10 denoncime dhe kallëzimi penal i Partisë Demokratike për tunelin e personalizuar të Llogaras, me sa duket nuk ka sjell ende asnjë pasojë ligjore as për Edi Ramën, as për Belinda Ballukun. Koha tregoi se opozita kishte të drejtë, shqiptarët po vidhen. Shqipëria trajtohet si pronë personale e Edi Ramës. Tenderat janë të stisur. Fondet publike shkojnë në duart e pushtetit dhe klientëve të tij. Dhe kush tha se tuneli Llogaras u ka kushtuar shqiptarëve vetëm 200 milion euro për ndërtim dhe 2 milion euro për supervizim. Fatura vijon ende. Në 23 maj 2025, ARSH lidh kontratë 4 vjeçare me Gjoka Construction dhe 4AM SHPK. Objekti: mirëmbajtje dhe operimi i tunelit Llogaras. Vlera e kontratës: 2.7 milion euro pa llogaritur këtu supervizimin. Dhe çfarë shohim sot? Një tunel që u ka kushtuar shqiptarëve 204 milion euro, një tunel për cilin qytetarët do të paguajnë nga 100 deri në 5.000 lekë për çdo kalim, dhe sigurisht një tunel që rrjedh ujë. Ky është realiteti i veprave të Edi Ramës. Ndërsa mbikëqyrja e punimeve ju besua Net Group SHPK, kompani e lidhur me ish drejtorin e ARSH Evis Berberi dhe Hill International. Me sa duket, supervizimi nuk ka ekzistuar realisht, por pagesat kanë ekzistuar, madje kanë qenë të majme. Sipas dëshmive publike të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, Hill International ka mbuluar shpenzimet për akomodime në hotelet e Edi Ramës, Belinda Ballukut dhe Delina Ibrahimajt. Ky është modeli i qeverisjes Rama, vepra publike për xhepa privat. Partia Demokratike kërkon drejtësi. Kërkon që drejtësia të provojë se nuk është nën urdhrat e Edi Ramës. Dhe drejtësia fillon aty ku duhet, me përgjegjësit e këtyre mega skandaleve, me Edi Ramën në krye. Faleminderit.